Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Prishtinë, do të flasim me avokatin e njohur Naim Brutari për përplasjen që po vazhdon prej dhjetorit të vitit kaluar mes sistemit të drejtësisë dhe qeverisë. Konkretisht kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që refuzon ftesën e prokurorisë por e urdhën e gjykatës për të paraqitur për të dëshmuar për çështjen e rezervave shtetërore. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit edhe juve. Avokat, ku do të dalë Albin Kurti me gjithë të këmbgulje? Po në fakt është pak sa e paqartë se çka pret dhe çka dëshiron, edhe ku don që të dalë tani kryeministri i Kosovës, i cili është ftuar në cilësi të dëshmitarit, dhe se ai tani paraqet një kryenësi dhe nuk do që të përfill fillimisht një kërkesë të prokurorisë, një thirrje për të shkuar për të dëshmuar si dëshmitar, dihet për çfarë arsye, lidhur me një çështje konkrete, dhe se tani pra është futur në funksion edhe gjykata, respektivisht gjyqtari i procedurës paraprake, ashtu parashihet me ligj, edhe se gjykata i ka caktuar tani një termin për të paraqitur në prokurori që ka qenë ditën e djeshme në ora 10, dhe prapse kryeministri nuk ka zbatuar një urdhër gjykate. Tani ligjërisht parashihet pra që gjykata të shqiptojë gjobë. Nuk është alternativë që mund të shqiptojë apo jo, por është në farë formë, në mënyrë eksplicite që e dënon dëshmitarin që nuk paraqitet në ftesën, respektivisht në urdhrin e gjykatës. Dhe gjoba është deri në 250 euro, domethënë maksimumi 250 euro. Të njëjtën gjë gjykata mund ta përsërisë prapë, ti caktoj prapë një termin tjetër për të paraqitur dhe mund ta, nëse në rast mos paraqitje, ta gjobis prapë në formën e njëjtë. Nuk është e përcaktuar ligjërisht se sa herë mund të aplikohet në mënyrë e njëjtë me ligj, mirë po ligjërisht është të rregulluar se më pas mund sillet me forcë dëshmitari, pra mund të burgoset. Por kështu thuhet, jo para burgoset, por mund të burgoset, dhe se burgimi mund të zgjasë maksimumi 1 muaj. Në fakt ai mund të sillet forcërisht në prokurori, dhe në prokurori nëse ai prap fillon të dëshmoj, që detyrohet cili do dëshmitar të dëshmoj dhe atë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, sepse deklarimi i rrem përbën vepër penale, dhe nëse dëshmon, atëherë është keqësisht në rregull, por nëse refuzon që të dëshmoj, ligjërisht dëshmitari mund të burgoset por maksimumi deri në 1 muaj. Avokat, mund përfitoj Kurti tek hapësira ligjore që nuk është e përcaktuar sa herë mundet të vendoset gjoba? Mund të përfitoj edhe duke marrë parasysh se kryeministri Albin Kurti është i papërcaktuar, ndoshta edhe i pa lexuar edhe nga vetë rrethi i tij. Unë mendoj tani që ai do ta sfidoj sistemin prokurorial tani në këtë rast, mos paraqitet fare, dhe ndoshta ka llogaritur që ta sfidoj prokurorin, policinë dhe gjykatën, dhe t'i detyroj edhe ta arrestojnë të njëjtin dhe ta burgosin për 1 muaj ditë, dhe ndoshta ai ka llogaritur që do të përfitoj politikisht nga një burgosje e tillë, që nuk do duhet të ndodhte. Nuk i gëzohem asnjë fakti që kryeministri i vendit të vijë në këtë citat të mos përfill në fakt pushtetin tjetër që është në këtë rast gjyqësoris, ku futet edhe prokuria, dhe ta sfidoj të njëjtin dhe të vijë puna që i njëjti edhe ndoshta të arrestohet e të burgoset, por sidoqë të jetë, baza ligjore është kjo e njëjta, dhe se tani vetëm se elektorati që politikisht përkrah kryeministrin ton, e thonë se e gjejnë fajtor prokurim pse prokuria nuk po shkon në kryeministri për ta dëgjuar të njëjtin, por pse po e fton atë në prokuri. Kjo është plotësisht e pakuptimt, është qesharake që t'i kërkohet prokurisë dhe në një farë forme të akuzohet prokuria pse nuk po shko që ta dëgjojë kryeministrin në kryeministri. Pra prokuria ka lëndën, ka fashikullat e saj në prokuri, ka detyrim që dëshmitarit i dëgjojë aty. Përveç një mundësie ka prokuria, nëse dëshmitari thuhet ligjërisht nga pleqëria, nga smundja apo nga tmeta tjera trupore që nuk mund të lëviz, pra ka të pamundur që të shkojë, atëherë prokuria mund të shkojë në shtëpinë e dëshmitarit, apo në këtë rast do të mund të shkonte edhe në qeveri. Në asnjë formë tjetër prokuria nuk duhet të shkojë në kryeministri dhe nuk duhet i kërkohet prokurisë që të shkojë, pasi që mund të përbëjë një precedent të rrezikshëm, sepse më pas cili do dëshmitar mund të aftojë prokurin që t'i thotë nuk mund të vinë prokuri, por duhet vish në shtëpi nëse do të marrësh deklaratë nga unë.
Avokat, po është kjo një çështje kaq e madhe sa mund shkojë deri tek arrestimi i kryeministrit edhe tjetra, a mund mbytet kjo çështje edhe pa dëshminë e tij, kaq e rëndësishme është? Ne nuk kemi informata për detajet e çështjes. Mirë po, në ftesën që prokuria ka dërguar kryeministrit Kurti që të dëgjohet në cilësi të dëshmitarit, është përmendur në eni 414 i Kodit Penal të Republikës Kosovës që ka të bëjë me një vepër penale keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Pra tani është e njohur çështja se për çfarë do të dëgjohet kryeministri Kurti. Dyshohet që vartësit e tij kanë kryer veprën penale. Tani për tani kështu dyshohet. Dhe se ka mundësi dhe ka gjasë nëse vartësit e tij kanë dhënë deklaratë se kanë bërë ndonjë veprim me urdhër të kryeministrit, në një farë formë mund të bartet përgjegjësia te kryeministri. Dhe kryeministri unë besoj se është jashtëzakonisht e rëndësishme për prokurinë, por për vetë kryeministrin që të shkojë në prokuri dhe të sqarojë gjithë atë që intereson prokurisë. Kryeministri ynë Albin Kurti ka thënë se nuk po paraqiten në prokuri sepse ata do ta përdorin si lajm se dëgjuam kryeministrin dhe më pas do të bëhet lajm gjithandaj botës, por në fakt ky tani vetëm sa është bërë lajm dhe lajm më i keq është kur thuhet se kryeministri nuk po përfill prokurorinë e shtetit të tij, sesa të thuhet se kryeministri u paraqit në prokuri. Kjo është çmenduri. Unë po flas në aspektin profesional, në aspektin juridik, asesi në aspektin politik, sepse nuk dua askush ndoshta që ta shohën kryeministrin e vendit duke u arrestuar, duke u burgosur për çfarë arsye, për shkak se nuk paraqitet për të dhënë dëshmi. Kryeministri do duhet të paraqitej domosdoshmë në prokuri, të dëgjonte se çfarë po e pyet prokuria dhe ai mund të mbajë konferencë për media dhe më pas ta shpërfaq nëse prokuria ka ftuar dënetin pa nevojë apo me ndonjë tendencë tjetër dhe ta publikoj gjithë atë se çfarë do të ndodhë gjatë dëgjimit të tij në prokuri. Nuk ka asnjë arsye për të refuzuar, madje edhe nuk ka të drejtë ligjërisht kryeministri për të thënë për të gjetur asnjë arsye që mos paraqitet në prokuri dhe mos të jap deklaratë për atë që ka nevojë prokuria. Avokati, ju jeni çdo ditë në kontakt me sistemin e drejtësisë. A e ka sistemi i drejtësisë në Kosovë pjekurinë dhe guximin për të shkuar deri tek arrestimi një mujor i kryeministrit? Ne lutem që mos ndodhë një të gjë, mirë po pista është duke vazhduar në drejtim. Nuk ka se si të ndodhë ndryshe. Pra, prokuria ka dërguar shkresë zyrtare, ftesë, fletëthirrje, ashtu quhet, kryeministrit, për të paraqitur në prokuri, kryeministri ka mundur të mos paraqitet vetëm me një arsyetëm, për shkak të ngarkesës. Kryeministri ka refuzuar publikisht, ka thënë jo, nuk mund vi, por mund vini ju tek unë. Pra, kryeministri ka pasur kohë që të dëgjohet nga prokuria në qeveri, por jo në prokurori. Më pas prokuria i ka dërguar prap ftesë, kryeministri prap ka refuzuar me të njëjtat arsye. Kryeministri ka caktuar 3-4 data prokurisë. Këto data i kanë të lira dhe mund të vinin në këto data në kryeministri. Pra kryeministri po bën politik. Unë e thatë edhe jo jemi çdo ditë në ballafaqim me prokurinë, ne si avokat, kemi kundërshtar në procedurë prokurorët, e dim gjithherë nuk pajtohemi me ta, mirë po është detyrim ligjor i cili do qytetar që ftohen cilësi të dëshmitarit. Në këtë rast kryeministri Kurti do duhet të shkonte edhe nëse nuk ftohej si dëshmitar, të thotë prokurisë se çfarë mund t'ju ndihmojë në këtë çështje që ta zbarni, ta ndriçoni e më pas të nxirret një verdikt përfunditar i drejtë e ligjshëm. Por këto më shumë ngritën dyshime të tjera se për çfarë arsye kryeministri nuk po shkon në prokuri për të dhënë starime. Në një farë forme kryeministri me paraqitjen e tij mund të shfaqsoj apo mund të pastroj vartësit e tij, mund të pastroj dhe të ndriçojë një çështje që dyshohet që ka ndodhur në qeverinë e tij, dhe se në ana tjetër kur ai refuzon që të paraqitet për të pastruar, këtu lindin dyshime dhe dilema të tjera se ndoshta ai ka frikë se do ta fajsoj vetveten kur të paraqitet në prokuri si dëshmitar. Sepse edhe pse ai tani është ftuar si dëshmitar, statusi dëshmitar i dyshuar mund të ndryshohet shumë lehtë, se prokuria të njëjtin e ka ftuar si dëshmitar, sepse ai si dëshmitar detyrohet ta thotë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Dhe ndoshta me thënien dhe me deklarimin e tij për të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, atëherë mund të nxirren prova tjera që eventualisht mund ta implikojnë edhe vetë kryeministrin në atë vepër penale e cila është duke u hetuar në prokuri. Avokat, mendoni që do të ketë një reflektim pas thirrjes së ambasadës britanike ditën e sotme, por edhe dhomës amerikane tregtisë, një institucion jo në nivelin e ambasadës, por
një zë që ka Amerikën brenda. Ndoshta mundet ta lëkund kjo? Ne lusim që të ketë reflektim të kryeministri Kurti, se ndryshe nuk bëhet tani, por duke njohur veprimet e tij deri më tani, unë besoj që ai nuk do të ketë reflektim dhe nuk do të ketë ndryshim. Pra kryeministri Albin Kurti nuk e ka fare të lashet të arrestohet e të paraburgoset dhe burgoset, vetëm ta mbajë qëndrimin e tij dhe kryenësinë e tij. Unë mendoj kështu, besoj të jem i gabuar dhe los që mos ndodhë kështu në këtë formë, por kështu mendoj. Pra, Nuk besoj që do të reflektoj. Kurti mendon akoma se është opozit. Saktësisht. Kështu pra, nuk ka asnjë arsye kryeministri një vendit të refuzoj prokurorinë e shtetit, madje prokurorinë speciale për një çështje madje tepër të njohur. Dihet, kanë shkuar ministrat, janë paraqitur, e dinë se çfarë bëhet fjalë, e dinë me saktësi. Ka madje edhe publikime tani që kryeministri ka nënshkruar në ato veprime që janë marrë. Unë akoma nuk e di a janë të ligjshme apo të kundërligjshme, por ka nënshkruar dhe ka dhënë urdhër, edhe do duhet mos do të shkonte. Madje kryeministri do duhet të dilte dhe të thoshte ju lutem sa më shpejt do të vi në momentin e parë, do të duhet të arsitonte vetëm me ndonjë angazhim tepër të rëndësishëm, se ky është një ndër punët që kërkon sa më shpejt shërim dhe unë po besoj edhe pastrim për vetë qeverinë. Mundet të ketë një thirrje edhe nga presidentja në këtë rast apo do ishte? Nuk e besoj se presidenti do ndërhyjë, sepse ka rregull tani është prokuria dhe gjykata janë duke vazhduar saktësisht siç parashihet me dispozita ligjore. Vetëm se sot do duhet t'ia shqiptoni një gjobë kryeministrit, sot apo ditën vijim, për shkak se nuk është paraqitur, kështu parashihet me ligj që nuk paraqitet dhe nuk e arsiton mungesën, ai ndoshta do të arsitojë mungesën e mos paraqitjes së djeshme, por nëse nuk paraqitet në thirrje dhe nuk arsiton mungesën, do duhet të shqiptojë gjoba më njëherë dhe më pas t'i bëhet me dije që kështu do të vazhdon me shqiptimin e gjobës, por kjo nuk do të kishte kuptim që të zgjaste me shqiptimin e gjobës, sepse dihet tani qëndrimi i tij edhe publik, edhe që nuk do të paraqitet, apo të bëj sfido prokurin, ta shohim tani se çfarë do ndodhë. Avokat, faleminderit shumë për gjitha shpjegimet ligjore. Faleminderit e juve. Mirupafshim. Mirupafshim. Avokat Rofsh, jam shumë mirënjohës. Gjithatë mirë. Rofsh, shumë mirë atë uroj.